Të mërkurën në Kuvend u diskutua për vendimin e zyrës së rregullatorit për energji që rreth 1300 biznese të dalin në tregun e hapur energjetik nga 1 qershori. Por në takim nuk morën pjesë vetë përfaqësuesit e ZRE-s, autoritetit të konkurrencës, por as ata të lëvizjes vetëvendosje. Iniciatorja, deputetja Lidhjes Demokratike Hykmete Bajrami, kërkoi që vendimi të anulohet apo eventualisht të shtyhet. Kemi kërkuar në fakt ofertat për energji elektrike nga pothuajse 19 operatorë që janë të licencuar nga zyra e rregullatorit dhe keni marrë një ofertë të vetme dhe oferta vjen, domethënë nga operatori Kesko. Ndërkaq PDK pati disa kritika shtesë për ZRE-n. Fatkeqësisht është shndruar një lloj dege filiali e partisë në pushtet dhe ka dalë pi mandatit saj komplet. Kurse nga Kesko thanë se nuk kanë kompetenca për vendime të tilla, pasi janë vetëm njëri nga operatorët e licencuar në treg. Megjithatë, u shprehën të gatshëm për bashkëpunim në procesin e tranzicionit. Që jemi bashkëpunu, se dhe kemi vullnetin më të mirë me bashkëpunu në këtë proces të ri që po ndodh. Në takim ishin të ftuar edhe përfaqësuesit e autoritetit të konkurrencës, mirë po siç i thanë ata ATV-s, nuk marrin pjesë në takime që i thërrasin partitë politike.